Shebenikun e ka Librashti? Ka Librashti, po kemi një pjesë territori dhe ne, kemi në Këto më të lartë thati kemi kap ne, Pjetritarja, Shebenikun tani Lurën. Po ke ndonjë tjetër vim ne? Lura është brenda parkut, është njësia administrative Lurë, e cila menaxhohet nga Bashkia e Peshkopi, që ndodhet brenda parkut. Tu jemi fjalë në lartësi mbi nivelin e detit gati 1100 metra mbi nivelin e detit. Të shikjo, ky park është shpallë që në vitin 1966, me një sipërfaqe për 1280 hektarë. Në vitin 2018 është shtuar sipërfaqe me parku me një sipërfaqe prej gati rreth 20.000 hektarë. 12 ushtua. Po. Qa ndodhi, qa e bëri fakti që ushtua me kaq shumë hektarë? Këto hektarë janë të mbrojtur tani? Të mbrojtur janë, po. Në zona e përdorimit tradicional të qëndrueshëm, në këtë në zonë mund ndërtohet, gjithmonë duke ju përshtat edhe relievit, vendit, nga pa prishur atë biodiversitetin. Ja duke ndërtuar me gurë, por ti nuk mund të gjuash, ti nuk mund të... Rrepsisht në zonë të mbrojtur, gjuetia ndalohet. Ndalohet, kjo është kryesorja? Është kryesorë, po. Po prerja e pemëve, edhe këtu bë masakra? Edhe prerja e pemëve është ndaluar në zonat mbrojtura. Ama masakra këtu në vitin 1997 ka qenë viti më i keq. Pastaj që e kanë dëmtuar, kanë qenë edhe zjarret e fundit. Vitin 2007, 2011, 2012. Ama në këtë dekadën e fundit, kemi rigjenerim të pyllit të ri. Po mbyllen? Po. Krahas rigjenerimit kemi edhe mbjellje, ku afërsisht janë mbjell gati 25 hektarë, me fidan të ri, pishe zezë kryesisht. Qa bimësie ka këtu më shumë? Bimësia, për vetë pozicion gjeografik që ka Lura, tu rritet pisha e zezë, Arneni, Bredhi, haratina të ndryshme, trëndafili i egër, këto. Po kafshët, se rrugës presim nga dikte ariu, po? Sa doli? Kafshët... Apo në këthim, presim në këthim, janë, si djetë. Kafshët e egër ne i kemi monitoruar edhe me kamera kurth që kemi të vendosura, edhe kryesisht janë kapur ariu i murë, është kapur deri i egër, pastaj dhel, pra lepur i këto. Normale, janë normalitet. Këto ka Lura, këto dhe të tjera, që do ja të tregojmë rrugës, më ndiq. Ti qa kishë me të rejnë? Kam qenë krye specialist i vektorisë Lurës. Krye specialist i Lurës? Po. Sa vjetë? Po, deri në vitin 1980 e 1991. Deri në 1991? Deri në 1991, deri kur prish sistemi, unë kam qenë... Se unë ndanë kooperativët, unë shkolla me kooperativën tjetër. Një vit kam punu në shkollë të mesme mësues, specialist, se ka qenë me drejtim zooveterinar shkolla. Mirë se të gjejmë. Mirë se erdhët zonjë. Mirë se të gjej, unë jam Rodina. Unë jam Tinete Buci. Gëzdojnë Tinete, Kjo është Rodina Gjunga që na del në televizor, që ka pas emisione ditare. E kam akoma, aty do dalësh ti. Po që di unë? Po tani do dalësh në YouTube, ja ta tregoj unë. Tani do dalësh në YouTube, edhe kush nuk e di, ta di është YouTube. Shqip është përsëri, po është në YouTube, është online. Unë do të dërgoj linkun, do e shikosh këtu. Pse nuk kanoni këtu? Jo, banim për periudhën e verës. Vetëm në verë këtu? Po në dimër kurini? Kemi shtëpi tjetër në Tiranë. Kemi një shtëpi model. Ju jeni në Tiranë. Ne jemi Agallar. Po ju jeni Agallar, po ç'po ankohesh për Agallar thojza. Agallar tamam, po shiko, Aga tani është kush ka një cop tok në një vend të bekuar si ky. Nuk është Aga ai që ri ngjitur atje edhe thot jam Aga. Ajo është sipas koncepteve, si ta perceptosh rahatin. Se ma rehat është ai që nuk ka borgje, ka i cop bukë e ushqim për fëmijët, veshjet e mazet, ja kjo është për mua rahatia. Unë s'kam nevojë me pas pare shumë. Unë kam nevojë, i lumtur jam
kur unë kam fëmijët që shnoshe mirë, kam gruan, kam shoqënin, kam misin, këto më bëjnë të lumtur mu. Sepse unë asgjë s'kam dëgjuar deri sot, edhe nga para Krishtit e mas Krishtit që ka marrë dikush pasuri me veti. Vetëm i kanë lënë këtu. Edhe një pal i thanë të më fusi një pal qërab burrit ujë atje. Hoxha i tha jo, nuk lejohet. Kështu që unë kam këtë parimin që nuk do marrë gjë me vete. Ky është ujë lurës. Ujë lure është. Ku e mblidhni? Po jo, vjen ky. Aty kam hyrjen e ujit, mana me gjitha shumë. Zblen njëri ujë këtu, e keni tuaj. Ujë, unë harroj se jam lur dhe e mylli shpejt që mos harxhohet shumë ujë. Jetohet në Tiranë kur ke këtë parajsë këtu? Ja, jetohet. Unë vjet isha me i smur të tmerrsisht. Nga një reakutivizim i bërë kompromonije të vjetër. Bas Covidit? Jo, para Covidit, gara mrapa Covidit. Dhe më dhanë trajtim. Isha me dispanseri. Dhe erdha këtu, shpëtova unë, se isha në pyll, ke pishat. Beja atje të pishat. Që ja ku i kam më këtu. Me specialistin e zonave të mbrojtura, jam para një are me misër, ku zonjat mas me po prashisin misër, se në këtë zonë nuk punojnë vetëm burrat, punojnë edhe gratë shumë. Si ku do në Shqipëri, madje për të mos thënë që gratë punojnë sa më shumë. Apo si është? Më shumë punojnë gratë. Se ju jeni specialista, drejtora, ato janë në bujqësi. Edhe ne punojnë, po më shumë gratë merren në punë e bujqësisë. Sashja, po shikoj po prashit misër edhe zonja atje në fund. Të dyja, është sezoni tani. Po, sezoni. Ama asnjë tokë nuk pash të pambjell, gjithçka e mbjell. Nuk të besohet që s'pash vend. Misër, zakonisht këtu më shumë misër. Më shumë misër, po jo se mbjellin shumë se për arsye se nuk kanë krah pune që të punojnë. Ky është problemi, mungesa e krahave të punës. Sepse të rit po emigrojnë edhe po lëvizin. Ti vetë ke emigruar? Po, kam emigruar në 98 deri në 2002. Ju tromi 97 atë gjithëve. Pastaj u ktheva në shat. Në Lur u ktheva. Po. Jeton në Lur, për ata po në një rrethin. Në Lur. Këtu ke shtëpinë. Po. Familja? Të gjithë këtu. Këtu. Fëmijët? Fëmijët këtu. Nuk kanë ikur jashtë. Jo. Jam të vogël, por po shkollohen. Po e mendon kështu kur të mbarosh çfarë do bëhet me ta, apo se di akoma? Ndodhe njëri profesionin tënd? Jo, nuk e kanë. Është e vështirë thonë. Në fakt, ti ke qenë edhe më përpara inxhinier pyesh, domethënë ti je tamam në profesionin tënd. Po. Qa ka pyet e kësaj zone? Me këmbure, përveç ajrit jashtëzakonshëm. Pyet e Lurës, por i ngjallën. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe komuniteti po luan një faktor, sidomos këto vitet e fundit, shumë të rëndësishëm se çdo problem që mund të paraqitet në parkun e Lurës bëhet alarmante nga gjitha drejtimet. Telefon lajmërojnë me njerë. Lajmërojnë edhe vetë komuniteti është ndërgjegjësuar çdo problem që të ndjekin mbrapa, po kthehen sipas mundësive, po ama po rregullojnë shtëpitë e veta që i kanë. Po i rregullojnë shtëpitë. Kthehen apo jo shtëpinë e rregullojnë? Po. Sa shtëpi janë rregulluar këtë kohë? Gati 15 shtëpi janë rregulluar. Kanë qenë si shtëpi, po ka që s'kanë banuar. Që do të thotë shikon të ardhmen e njeriu që rregullon shtëpinë. Edhe unë kam bindjen që po erdhë rruga, këtu gjithë Luras do kthehen. Nuk ndodh po si dikur që binte zjarri, binte spata edhe nuk flitej. Do thënë tani nuk e prek kush Lurin. Jo. Kjo po e bën të ripërtrihet apo do kohë? Kjo po e bën edhe po ripërtrihet Lura në mënyrë natyrale, mënyrë perfekte. Si është e ardhmen, apo e ardhmja është larg? Realisht pilli do koma po. E ardhmja e Lurës është po erdhë rruga, kjo është e ardhmja e Lurës. Hajde më i rrugë, hajde në Lurë. Natyra e bën punën e vet, plak ti mbyll vet. Njeriu pa bërë rrugë nuk mbyll asnjë flag. Kjo është shumë e bukur. Dhe unë nuk kam nevojë se këtë po thoshem, ku do vemi të bëjmë mbylljen. Unë nuk kam çfarë mbyllje të bëj, përse ta mbyll me fjalët e tua më mirë. Natyra i mbyll vet plagët e saj. Njeriu i mbyll rrugët duke mos bërë rrugë,
Dhe njeriu i mbyll plagët duke hapur rrugë, duke shtruar rrugë. Kështu që urimi im është u bëft më e mira për Lurën, u bëft rruga për Lurën. Kjo është urimi për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Inshallah. S'ka inshallah, do bëhet një ditë.